Firauni tha unë jam Zoti i tokës. E sundoi tha botën, lumejt rjedhshin rreth pallateve të tij në Egjipt, histori e madhe është kjo. E tha unë jam Zoti i tokës. Mirë po, shejtani tu manipulu me te, me menimalsinë e tina, në ditë për ditëve tha, jo që jam Zoti i tokës. Tha, wa ana rabbukumul a'la, unë e them Zoti më i madh, tha, erëzoj dhe ata shkon qiell. E kur e tha këtë fjalë të ndëruar vëllezër, Zoti i madhërisëm është një prej cilësive tina, është durimtar. Por Allah i ka disa vija të kuqe. Në qoftë se i prek njeriu, e merr vesh pastaj se kush Allahu dhul xhelal, dhe ndëshkimi i tij është i ashpër. Allahu i tha me lajke këtë e broj. Mirë po këta ka me bë argument për gjeneratën në vijim. Kur i tha këtë fjalë, Firauni tha përgatit me ushtrinë atyre ministrat të mbrojtjes të asaj kohe. Edhe thonë tash ka me mposht Musajin a.s. edhe Zotin e tij. Edhe të ndëruar vëllezër, betejë fillon, i afrohen detit, argumentet janë gjalla, alo shkencore, sepse kjo është një term që argumentohet në shkencë. Mirë po Allah i madhërisëm vendosi Firaunin me poshtërsu me diçka tjetër, me poshtërsu me ujë. Për shembull Nemrudi ka qenë pashtu ka qenë një person që ka njohur historia e njerëzimit perandor, edhe ai me në madh, Allahu ata e kanë poshtë me mickoj. Ja ka çuni mickoj ka një vesh, për mes birës veshin trum. Edhe ai ka vdek tu i mshu vetit me nalle. Sepse serë që e ka kafshu në trum mickoja, ai ka mshu me nalle dhe vetës vet. Allahu ka thonë kështu që më ta përfunin. Më të poshtërsu me çështjen më të vogël të mundshme. Dhe më të kallëzu që ti s'ki kompetenca me kanë me një masia është cilësia Allahu dhul xhelal. Edhe Firauni afrohet detit të ndëruar vëllezër, kur të hynë në deti me ushtrinë e vet, Allah i dhul xhelal e ka poshtruar se çka ka thonë Firauni në fund, sepse historia është e gjatë. Allahu tha hatta idha adrakahu al-gharq. Tha kur e pa Firauni se s'ka shpotim për dënimin e Allahut azza wa jall, dashti me përdor një kartë. Por Allahu s'ja mundson me një lajve. Cilën kartë? Kartën e pendimit. Çka tha Firauni? Tha kur Allahu, tha kur e kuptoi që po i vjen funi dhe valët e detit po e përmbledhin, po çon valët e detit mbi 12 metra për vjet. Sepse valët e tsunamit për 2-3 minuta 2000 kilometra kanë përfshin. Dhe kanë bajt me vete i dhërimin Allahu dhul xhelal. Dhe tha Firauni kur e kuptoi që po i vjen fundi, dashti me përdor kartën e pendimit. Edhe tha amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israil wa ana min almuslimin. O Zot, tha unë besoj që ati Zotit që po i beson Musaj, tha dhe banu mu musliman dhe shpëtom sot. Allahu ja tha një fjalë, al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Ata shpo të vjen nërmen dhe me kuptu me ka jenë bete, wa kunta min al-mufsidin, ka qenë me dhe me një masia jote ka shkatru popë e familje. Çka tha Zoti madhrishëm pas së fjale? Tha fel yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Tha Allahu dhul xhelal nuk ta pranoj pendimin, po ka më ta bani nder në thojza trupin tan, ka më ta qita në treg, ka më ta qit pe detit jashtë. Por shka o Zot? Tha që të me mbet argument në tokë, se kur donë Allahu më të poshtërsu, të fshin për historijës me komplet shkaki, ushtri, pasuri, ku çka do që tjetë. Dhe kur fundoj këtu të ndëruar vëllezër historia e Firaunit, Allahu xhelle xhelalu qiti trupin e tij në për detit në tokë, dhe sot ky Firaun ekziston në muze. Dhe njerëzit shkojnë e vizitojnë dhe ja kujtojnë vetë se me një masia, në qofë se të hiqtin në armisi me Zotin e madhrishëm, i ka ditë e njëjta. Por në këtë rast të ndëruar vëllezër, ndodhin ngjarje çuditshme. Sepse kur tha Firauni në tokë unë jam Zot, me lajkët që ishin afër Allahut azza wa jalla, ja Rab,
Qyshe duron të këtë njeri me thonë jam Zot? Sa i mëshirshëm jeti o Zot? E duron një krijes e dopt që ka lind prej një pike ujë të ndyt. E duron ti o Zot me thonë kjo unë jam Zot? E kur janë momenti mu fundos të ndëruar vëllezër, e transmeton Ibn Abbasin një hadith. Tha Gjibrili ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, thot law ra'aytani wa ana adussu at-tin fi fami Firaun. Gjibrili po i thot Muhammedit, ja Muhammed, me pas pa thot mu, kur ka ardhur urdhni me fundos Firaunin, dhe unë e kam kap detin, sepse Gjibrili alayhis salam me laçja është e urdhruar me i zbatu unat Allahut azza wa jall. Po dhe kam kap detin do me dorë. Edhe ja kam mushtat gojën me ujë Firaunit. Po dhe jam tut që po e pranon Allah i pendimin. I tha Muhammed alayhis salam, o Gjibril, po pse u involvove ti në këtë problem? Tha ja Muhammed, tha fjalët e ti u ban të padurueshme edhe në qiell. Tha me një madhësia ti prekin alt. E ne tha nuk e dojmë në madhi. Çka është ky tregim të ndëruar vëllezër? Ai i cili ka me një madhësi në zemër, nuk e ka lutjen e melekëve. I armiqi melekëve. Dhe i armiqi pejgamberëve.